Mirëmëngjesit të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lëvduar Jezu Krishti. Në këto momente ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është hënë dhe jemi në javën e katërt të kreshmeve. O hymë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë i jetës. Amen. Himni. Tashmë Krisht, diell drejtësie, të qahet errësira e mendjes, të kthej drita e virtytshme që mbi tokë për trinditën. Duke dhënë kohën e duhur, jepi zemrës stipendimin, pasi mirësia jote i dhuron edhe mëshirimin. Një farë pendese jepna të durojmë për zbutje fajesh, sado që janë të mëdhaja, më madhe është mëshira jote. Po afrohet dita jote, me të cilën drejt çdo gjë, me hirin tënd hynor të gëzohemi të përtrirë. Ty gjithësia sendeve të adhuroft trini e mëshirshme, të përtrirë me anë të faljes, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Në mëngjes na ngi me mëshirën tënde o Zot, hyj ynë. Psalmi 90, rreshtat 1 deri 17. Mirësia e Zotit qoftë mbi ne. O Zot, ti u bëre strehimi ynë, nga breznia në brezni. Para se të lindnin malet, para se të bëhej toka dhe ruzulli, prej amshimit të amshimit ti e hy. Ti e kthe njeriu në pluhur duke thënë, kthehuni bijtë e Adamit. Sepse mira vjet për sy të tu, janë si dita e tjeshme që kaloi, por si ndërresa e rojës së natës. Ti zhbie në ngjasim të gjumit, që në mëngjes kalon si bari, lulëzon në mëngjes edhe gjelbron, në mbrëmje e korret dhe vyshket. Sepse në shkatroj felgrimi yt, në të meroj furia e zemrimit tënd, para vetës i vure fajet tona, të fshehta tona në dritë të fytyrës sate. Ditët na shkuan në hidhërimin tënd, si një ofsham mbaruan vitet tona. Jeta jonë zgjat 70 vjet, po qem të shëndosh edhe 80, por shumica me mundime me dhembje, kalojnë shpejt e ne prej këndej fluturojmë. Kush ja di fuqinë zemrimit tënd, felgrimin tënd, si që lyp frika jote? Na mëso ashtu t'i njehim ditët tona, që zemra jonë dijen ta mbëri. Kthehu, o Zot, deri kur kështu? De ki mëshirë për shëptorët e tu. Na e diko në mëngjes mëshirën tënde, e do të gëzohemi e do të galdojmë të gjitha ditët të jetës sonë. Gëzona për ditët që na mundove, për vjetët që i kaluam në mirim, vepra jote të shfaqet në shërbëtor të tu, shkëlqimi yt mbi bijtë e tyre. Rënd mbi ne mirësia Zotit hyj ton, bëj të shkojmë mbar vepra e duarve tona, të përparoj vepra e duarve tona. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Në mëngjes na ngi me mëshirën tënde, Zot hyj ynë. Antifona 2. Mbar toka le ta lavdëroj Zotin. Kënga Isais profet, kapitulli 42, rreshtat 10 deri 16. Himn Zotit fitimtar dhe shpëtimtar. Këndoni Zotit një këngë të re. lavdin e ti prej skajeve të tokës, Le ta lavdëroj deti me gjithçka që mban brenda. i shujt me banorët e tyre. Le ta lartësoj zërin shkretëtira dhe qytetet të saja. Le të galdojnë fshatrat ku banojnë cedarët. Le të brorisin banorët e qetës. Le të klithin nga kreshtat e bjeshkëve. Le t'i japin nder Zotit. Lavdin e ti ta shpallin në përishuj. Marshon Zoti por si trim mbi trima. Si luftëtar trim flaken dhe zemrimin. Me brit ma lufte ushton zëri i tij. Nga dhënyes del mbi armiqtë e vet. Për një kohë të gjatë unë heshta shujta. Qesh i durueshëm, Tash ti do të bërtas si lincja. do të gjëmoj, një herësh do të turfulloj. Shkretëtir do të bëj male e kodra. Do të përvloj çdo blerim të tyre. Ishuj lumenj do t'i bëj. Kurse knetat do t'i përthaj.
Do të bëj të verbti të ecin udhës që se njohin, Shtigjeve që si njohin t'i bëj të kalojnë. errësiren para tyre në dritë unë do ta kthej. Udhët të shtrembra do t'i bëj të drejta. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë në jetës amen. Mbar toka le ta lavdëroj Zotin. Antifona 3. Lëvdojni emrin e Zotit, ju që qëndroni në shtëpinë e hyjit ton. Psalmi 135. Lavdërojni Zotin që bën mrekulli. Lëvdojni emrin e Zotit. Lëvdojni ju o shërbëtorët e Zotit, që qëndroni në shtëpinë e Zotit, në oborret e shtëpisë së hyjit ton. Lavdëroni Zotin, sepse i mirë është Zoti. Këndoni emrit të tij, sepse është i ëmbël, sepse Zoti zgjodhi Jakobin për vete, Izraelin për pronën e vet. Unë e di mirë se i madh është Zoti. Hyji ynë është mbi gjithë hyjt. Gjithçka do Zoti bën në qiell e në tokë, në det e në të gjitha humnerat. Bën të mblidhen ret prej skajeve të tokës. Me vetë të tima prodhon shiun, erën e nxjerr nga vendet e strehimit. Ai e Egjiptit i ambyti të parelindurit, si të njerëzve, ashtu dhe të bagëtive. Bëri shenja e mrekullimit i steje o Egjipt, kundër faraonit e të gjithë shërbëtorëve të tij. Shfarosi një numër të madh paganësh, vrau sa mbretër të fortë, Sehonin, mbretin e Amorrenjve e Ogun, mbretin e Basanit, i roposi të gjitha mbretërit e Kanaanit. E tokën pronën e tyre, ja dha Izraelit popullit të vet për trashëgim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë në jetës amen. Lëvdojeni emrin e Zotit, ju që qëndroni në shtëpinë e hyjit ton. Leximi i shkurtër marrë nga libri i fjalëve të urta kapitulli 3. Kije shpresën në Zotin me gjithë zemrën tënde dhe mos u mbështet në mendjurinë tënde. Kije mendje në të, në të gjitha udhët e tua, dhe ai do t'i drejtoj hapat e tu. Mos e përbuz birim disiplinën e Zotit e mos të irritet kur ai të qortoj, sepse Zoti qorton atë që do, shqipur si baba fëmijën që e ka për zemër. Përgjigja e shkurtër. Më jep mençurinë që ta mbaj ligjin tënd. Më jep mençurinë që ta mbaj ligjin tënd, Ma mëso mendjen dhe urtin, që ta mbaj ligjin tënd. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Ma jep mençurinë që të mbaj ligjin tënd. Kënga ungjëllore Benediktus, antifona. Një nënpunës i mbretit ju lut zotris, eja dhe shëroj e birin tim që është i sëmur. Kënga Zakarisi pas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Mesia dhe paralemrusi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit. Që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet, Ai ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit shërptorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na e bëj të mundshme ti shërbim pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të tejet lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur rrugët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hy do ta shërboj duke ia falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tona në udhën e paqes, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë në jetës amen. Një nënpunës i mbretit ju lut zotris, eja dhe shëroje birin tim që është i sëmur. Lutjet e besimtarve. I bekuar qoftë Zoti atë, i cili na dha mundësinë që në këtë kohë të kreshmeve t'ja paraqesim flinë e lavdit, e ta therasim me fjalët: O Zot, na forco në mësimin qiellor.
O Zot i gjithë pushtetshëm dhe i mëshirshëm, na jep shpirtin e lutjes dhe të ikjes nga e keqja, që të digjemi nga dashuria për ty dhe për njerëz. O Zot, na forco në mësimin qiellor. Bëj që të bashkëpunojmë me ty për ripërtrirjen e gjithkahes në Krishtin Jezus dhe në këtë mënyrë bota të mbushet me drejtësi dhe paqe. O Zot, na forco në mësimin qiellor. Na zbulo kuptimin e brendshëm dhe vlerën e çdo krijese, që duke të lavdëruar ty të bashkohemi me të gjitha krijesat për të madhëruar ty, e krijuesin dhe shëlbuesin ton. O Zot, na forco në mësimin qiellor. Na fal o Zot, sepse praninë e Krishtit nuk e kemi njohur të varfrit dhe të sëmurët, dhe kështu nuk e kemi nderuar birin tënd në këtë vëllezër ton. O Zot, na forco në mësimin qiellor. Atyn që je në qiell, u shenjë trofte emri yt, art mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Zot, ti që e përtrin botën me sakramente të madhërueshme, po të lutemi i drejtoje kishën tënde me dije të amshuar, dhe mos ja mungon ndihmën tënde të përkohshme, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.